Min penal pranë prokurorisë së Milanos kundër Aleksandar Vučićit si pjesë të ashtu quajturit safari i Sarajevës nga gazetari kroat Domagoj Margetić pritet t'i hap rrugë hetuesisë për të vënë drejtësinë në vend. Në një deklarat për ATK-n, Margetić nënvizon se ka prova të shumta që dëshmon prezencën e Vučićit në të ashtu quajturën ekspedit të vdekjes. Njësia paramilitare e batalionit qetnik të Sarajevës së Re, e komanduar nga Slavko Aleksić, pjesë aktive së cilës ka qenë presidenti aktual serb Aleksandar Vučić, dyshohet se ka organizuar safari njerëzore në pozicionin e varrezave hebraike gjatë rrethimit të Sarajevës. Aleksandar Vučić tijekom više mjeseci od 1900... Aleksandar Vučić ishte antar i asaj njësie nga viti 1992-1993. Ka qenë i pranishëm fizikisht dhe ajo që është interesante, ai mbante një të ashtu quajtur pushk pap me shënjestër optike. Një pushk sniper, armë prodhuar nga fabrika Crvena Zastava e ish Jugosllavisë. Një provë tjetër e rëndësishme është një deklarat e Mirko Blagojevićit, një komandant ushtarak në rajonin e Bosnjë dhe Hercegovinës, ku pohën se në vitin 1992 Aleksandar Vučić ka ardhur si vullnetar ushtarak nën komandën e Slavko Aleksićit, i pozicionuar të varrezat e hebrejnëve. Sipas kallëzimit penal të prokurorisë së Milanos, thuhet se ekzistonte një listë çmimësh për të ashtu quajturin safarin e Sarajevës për të huaj të pasur mes tyre amerikan, kanadez, rus dhe italian. Gazetari kroat nënvizon se në njësinë e Slavko Aleksićit ka pasur vetëm 2 persona që flisnin gjuhë të huaja, Aleksandar Vučić dhe Zlatko Novakić, të cilët shërbenin si ndërmjetësues me të huaj, që merrnin pjesë në gjuajtje ndaj civilëve. Për këtë Margetić thot se ka dëshmi dhe deklarata të personave që kanë qenë në atë njësi. Pripadnici Aleksićevog dobrovoljačkog odreda to su bili Antarët të njësisë Aleksićit ishin njerëz primitiv, që nuk flisnin as gjuhën serbe si duhet. 2 të vetmit që flisnin gjuhë të huaja ishin Aleksandar Vučić dhe Zlatko Novaković. Zlatko Novaković njihej edhe si Zak Novak. Ai kishte ardhur nga New Yorku si vullnetar dhe ishte me Vučićin në atë njësi. Ka madje edhe fotografi të Zak Novak. Interesante është se Zlatko Novaković sot në kohën kur po flasim, është po ai Zlatko Novaković nga varrezat hebraike. Ai është një nga njerëzit kryesor të rrethit të Vučićit sot në Beograd. Gazetari Margetić, i cili pret ta shoh Aleksandar Vučićin dhe të tjerët për krime gjatë luftës në Bosnjë para drejtësisë, nënvizon se ka mjaft prova, duke marrë përbazë faktin se ka të dënuar për krime lufte me më pak prova sa ekzistojnë për Vučićin.